është momenti I Mirit tani. Shkojmë aty. Atëre, ju jam sërish me ju, për çfarë po diskutonit? Për drejtat e autorit, për muzikën. Për piraterin. Shi, sa e thellë, qa ndodhi, qa vendosët? Ja, pyete Tani që ka shit si din 2000. Jo, tani nuk do pyes Tani, nuk tani kodet. Është banami, do me thanë që nuk kanë fitu të ardhur, që në faktu doshëm i fitu. Po mirë, inshallah ndron kjo punë. Patjetër. Me inshallah jemi në Shqipëri gjithmonë. Okej, tani, Robert, Mateo dhe Selin shkojnë në dhomën e gjumit. Erdi Radha. Sepse I erdi Radha Miri. Vazhdojmë të jemi vetëm për vetëm, zoti Daskal, jo? Tani, jemi vetëm për vetëm edhe me ato miliona njerëz që po na shohin. Kur fiken këto dritat kështu, është emocion tani. Po, të fillon një lloj kështu së këlldiet. Se shkeca raje kështu pa. Të fillon të përzihet një gjë. Ja, mu këtu. Të fillon të bie kërthiza, I themi në Tiranësit. Një gjë ashtu. Miri. Po. Hyre I pari, me Lule Behari. A isha këmbëmbari? Ishe, si thua. Unë them po. Por derisa jam akoma këtu dhe jam I fundit që po flas. Besoj. E nisëm me ty dhe e mbyllim me ty këtë rrugtim surprizash. Tani, jam I bindur që pas një farë moshe, njeriu për shkak të përvojave që ka kaluar e ka disi të vështirë të nxjerrë më tepër, Mirë po, është ajo shpreha e famshme që na e kanë thënë gjyshrit tanë që sa të rrosh do të mësosh. Çfarë është një gjë që ti mësove në Big Brother? Një gjë që e kam mësuar në Big Brother, jo se nuk e dija, por këtu të bëhet më mësim, si I thojnë, edhe është qetësia. Domethënë, në shumë situata shumë të forta që ti përballesh këtu në Big Brother, duhet të jesh shumë I qetë, I reflektues dhe duhet mos jesh ofendues. Kështu që kjo është një gjë që Big Brother I të ka bërë mirë. Duhet të tregosh njerëzillikun, duhet të tregosh që je njeri, duhet të tregosh që je me edukat, duhet të rrezatosh mirësi dhe në fund të ditës kjo gjë mbaron se është me limit dhe ne duhet të kthehemi jetës si njerëz. Më vjen mirë për këtë. Këto janë 120 ditët e Mirit brenda në Big Brother. Për momentin nuk ndodhem në shtëpi. Ju lutem, lini mesazhin tuaj pas sinjalit. 2 milion plane, 2 milion mendime, 2 milion situata, 2 milion dinamika, po kur hyn brenda, I harron gjithë. Kur kam marrë ftesën e Big Brotherit, e kam lënë mesazhin për view. Nuk e kam hapur. Edhe mendova, a është momenti im? E kam diskutuar me bashkëshorten time, e cila më futi në Big Brother direkt. Është gati, futu. Unë hyra I pari, me Lule Behari. Presoj me këmbë të mbar dhe të paktën deri tani besoj që Big Brother I ka qenë I suksesshëm jo vetëm për mua, por ka qenë I gjithë I suksesshëm sepse ka pas situata, dinamika, ka pas përplasje mendimesh, ka pas debate shumë të forta, ka pas mesazhe shumë të forta. Sa hapa derën e shtëpisë dhe kam hyrë brenda, kam hyrë në një botë që ishte sa reale, aq edhe surreale. Ishte një botë që do më shikonin miliona sy. Se kisha menduar asnjëherë që sa po të futem brenda, do kisha situatën e parë që besoj ka trondit Bigun. Nuk kështu e mendoj. Të gjitha planet që unë kam pasur më para, u rrëzuan në shesh. Kur Kristi tha që do flinin në një krevat ju të dy, mendova, tu filloj unë të jem në lojë, si lojtar shumë fort. Data 3 janar ka qenë një nga netët më të vështira të mia, sepse ka qenë një prime
shumë i fortë. Në atë moment pikërisht më thanë që duhet shkosh te akvariumi. Pastaj kam qenë shumë i ngarkuar me të gjitha situatat, edhe unë aty kam thënë që e dua vëlla, për lojën, e dua për jetën njerëzore, e dua për situatat që kemi bashkë. Komentet që më janë bërë në atë prime ka qenë një nga primet më të vështira të jetës time, jo të Big Brotherit tim. Sa më fort të fry fortuna, aq më ballas duhet i dalësh, sepse situatat e forta janë për njerëz të fortë. Një nga momentet më të vështira ka qenë edhe kutia Pandorës. Nuk kisha kohë që ta përballoja. Kam menduar një gjë që nëse të rihiqem, tregoj që ai ka të drejtë. Vërtet nuk ka pasur qëllime kur për ato fjalë që i ka përdorur aty, që janë fjalë shumë fyese. Prandaj vendosa që ta vazhdoj në atë mënyrë. Krevati startoi debatet më të mëdha, por loja ime ka filluar në pozicionimin e shtëpisë, tek prime i 2 apo i 3, ku unë kisha folur për të gjithë banorët e shtëpisë dhe aty në atë moment unë pash që shtëpia u pozicionua. Mbaruan pushimet dhe tani jemi në lojë dhe secili duhet mbaj pozicionin e tij. Një nga keqardhjet e startit të Big Brotherit, nuk doja që ta kisha si kundërshtar të parë Stinen, kur kam pas debate me Kristin, me Kejsin, me Mateon, që në ditën 1 që ai ka ardhur tek akvariumi, kam pas debate të forta me Rogertin, me Malin, një artan që u kthye në përndikës meshkujsh. Kam pas debat fort me Rikun, por është i vetmi banor që ne në një moment caktuar i u afruam te njëri tjetri dhe i tham fal. Me hyrjen e Rogertit në shtëpi, ishte një ndryshim total i qasjes së shtëpisë. Kemi pas debatin shumë të fortë për Inqesti nuk e ke problem dhe ti. Mbasi u sqarua ajo gjë, kam mbajtur një pozicion me Rogertin, tamam si lojtar dhe strateg, sepse kam krijuar tek Rogerti frazën e famshme, ushtari im kamikaze. Mbasi unë ndava pastaj me lojën time që kisha me Selin, unë mendova që të krijoj dy fronte. Fronti ku bëja pjesë unë dhe fronti që ishte përballë, por që do vinte një moment do ndaheshim. Në fund u tregua i pabesë. Po çfarë kujton se shtat ditë do kem shokun ty? Unë e kam parashikuar që ai do dilte i tillë, por nuk doja t'i dilja para pri kësaj gjës, vetëm për një fakt, për t'i treguar publikut që unë kur jam i besës, jam i besës. Kur jam bashkë me ty në lojë, jam bashkë me ty në lojë. Big Brotheri më ka sjell në situata të ndryshme edhe të bërit shoqëri. Një nga diskutimet që unë kam bërë para se të hyja në BIK ka qenë me bashkëshorten time. Unë e di të vërtetën time, si unë kam jetuar, edhe si unë kam luajtur. Nëse ka pasur në një moment ndoshta është mërzitur, edhe një grimc vogël i kërkoj ndjes, është një motiv i fortë që unë kam qenë shumë i qetë aty brenda. Ma ka dhënë mbështetjen që në fillim. Emocioni më i madh ka qenë surpriza me gocën. Unë e kam menduar të gjithë rrugën nga dhoma e surprizave deri te arena dhe kam kafshuar me veten time gjithë emocionin që kisha unë. Momenti pastaj që përqafuam, u puthëm, e pash ajo dridhesh e tëra. Ti je my king, ti duhet të rish në këtë shtëpi. Mendova që këtu duhet ta vazhdoj, ta rivazhdoj udhimin tim Big Brother edhe më fort. Nuk e di, vejni një emër si doni ju, se vllai i madh këto gjëra të bën. Futet Landi në shtëpi kur unë nuk duhet të reagoja. Landi është një nga personat që më ka mbështetur, më mbështet dhe unë e kam vlla në rrugtimin tim. Një moment tjetër surprize ishte Albani, që ishte fati im që zgjodha atë kutinë e emergjencës. Edhe momenti që mbas linjës së jetës, unë jam ftuar në studio që nuk e dija ku po shkoja. Kam mësuar që në jetë duhet t'jesh i qetë, duhet t'i kthesh situatat e vështira në forcë, edhe kur s'duhet ta tradhtosh hallit që ke. Do më mungoj nga Big Brother ajo zilja e mëngjesit. Për ta treguar karakterin e Mirit, mirësinë e tij, personalitetin e tij, dinjitetin e tij. Kam treguar Mirin me të mirat dhe me të këqijat e tij. Kam treguar Mirin se si sillet në situata të vështira, po edhe në situata
të bukura. Hyra si miri i West Side Family, tregova që jam miri i Big Brother dhe do dalë si miri më i miri dhe miri i vërtetë.